Pra ti beson që me patjetër duhet me pas edhe një rutinë të mbrëmjes edhe të mëngjesit, se zakonisht kemi prirje me ju kushtu rëndësia asaj të mbrëmjes edhe në mëngjes, sidomos te pjesa e përdorjes të një pastruesi të një larësi, shumica e bojna skip atë pjesë. Po, kam dëgjuar që shumica e persona në mëngjes e largojnë këtë pjesë. Është e rëndësishme mu pastru lëkura edhe në mëngjes, për shkak se gjatë natës lëkura prap e ka funksionin e saj, prodhon yndyrnat, mandej kemi astekin, këllëfin e astekit, i cili mundet me përmbajt ndoj pa pastërti, gjithashtu flokt për neve femnave, na vinë në ftyrë edhe mundemi me pas pa pastërti. Është e rëndësishme që me u pastru ato, pasi që kemi me vazhdu me një rutinë, edhe me grimin edhe kemi me mbajt gjatë gjithë ditës në lëkurën tonë. Mbrëmja edhe ma e rëndësishme, për shkak se kontakti me papastërtit ndryshme, me faktorët ndryshëm gjatë ditës, na e blokon edhe na e prish këtë strukturën e lëkurës, e cila është e rëndësishme me u pastru komplet edhe me u apliku mandej produkte të cilat e ruajnë funksionin e shëndetshëm të lëkurës edhe rigjenerimin që bëhet gjatë natës. Po. E di që këtë pjesën e kujdesin ndaj lëkurës, po besoj ke ma primare sa këtë pjesën e grimit. Të merr shumë kohë kjo rutina jote e grimit, e ke gjithë rutinën e njëjtë, apo dallon ndoshta prej angazhimeve që i ke ditë? Po, zakonisht është rutina e njëjtë e kujdesit lëkurës, edhe mandej edhe aplikimit grimit. Nuk më merr kohë shumë për shkak se nuk aplikoj shumë grim, por në rastet veçanta kur është në ngjarje ndoshta pak me ma shumë rëndësi edhe në cilën duhesh pak me u shfaq me një dukje pak ma të mirë, atëherë po aplikoj ndoshta pak ma shumë grim. Zakonisht në kuadër të grimit përdori BB krem, nuk përdori fondatin. BB kremin pse rekomandoj edhe përdori për me jap një tekstur, një pamje ma të njëtrajtshme të lëkurës, sidomos kur kemi ndonjë shenjë ose diçka që na u ka shfaq në lëkurë dhe nuk po na duket pamja e lëkurës e njëtrajtshme. Atëherë rekomandoj BB kremin për shkak se si teksturë është ma e lehtë, nuk i bllokon poret zakonisht, normalisht ka edhe fondatina të cilat nuk e bojnë bllokimin e poreve, nuk janë komedogjene, por shumicën e rasteve janë. Si tekstura edhe ma e trash, ajo e bën që bllokimin e poreve që mandej na shkakton probleme të cilat mundën me na u shfaq komedonet që janë të mbylluna, të hapuna, edhe të cilat nuk i kemi me qef me na u shfaq në lëkurë.